Mesia nuk është ati Jahue, vlla motër. Është i biri i Tij. Është mbreti i lavdisë në këtë rast që do shfaqe që ati ka dhënë tërësinë, plotësinë, autoritetin e plotë për të na ringjallur dhe neve në qoftë se çfarë do jemi bindës. Prandaj po shikonim në Hebrejnë të 5 që ai çfarë është autor, ai është autor që veprojnë si shpëtimit të përgjithshëm për të gjithë ata që i binden. Hebrejnë të 5 vargu 9. Kur Mesia u lut dhe u përgjërua me Lot që ati ta ringjallte në ditën e tretë, a nuk duhet që ti dhe unë duhet të lutemi ati të kemi frikën ndaj ati që është fillimi i urtësisë dhe kuptueshmëri të mirë kanë ata që zbatojnë urdhrimet e Tij, sepse ato urdhrimet na bëjnë pjesë, na futin brenda në mbretërinë e Tij, mbasi neve kishim besuar, vulosëm me frymën e shenjtë të premtimit, mbasi erdhëm në dinisë të vërtetës. A nuk duhet të nderojmë gjakun e beslidhjes me të cilën ati na veçoi, na pastroi fillimisht nga mëkatet e kaluara, sepse ishim në idhujtari, pa shpresë, pa Mesian, pa Elohim, na veri pjesë në beslidhjen e Tij me popullin e Tij, në një Tora, në një ligj, në një kushtetutë, në urdhrimet e Tij të përjetshme, siç është karakteri i Tij i përjetshëm, dhe çfarë praktikojmë neve sot?